Përshëndetje miq të dashur. Sot do t'ju tregoj një histori që prek shpirtin dhe të kujton se mirësia e një nëne nuk duhet harruar kurrë. Është historia e një gjysheje që rriti me dashuri, sakrifica dhe përkushtim fëmijët e djalit të saj. Por në fund ajo u shpërblye me padrejtësi. Një ditë Nusja, gruaja e djalit të saj, e përzuri nga shtëpia që vetë gjyshja kishte ndihmuar ta ndërtonin gur më gur. Kjo histori nuk është thjesht për një konflikt familjar. Është për dashurinë e një nëne që nuk njeh kufi, për plagët që hap mosmirnjohja dhe për forcën e heshtur që kanë nënat e vërteta. Ato që sakrifikojnë gjithçka pa pritur asgjë në këmbim. Nëse jeni gati, e jani me mua në këtë rrëfim të dhimbshëm, por plot mësime jete. Jeta që nisi me dashuri dhe përfundoi me dhimbje. Gjyshja quhej Mira, një grua e thjesht me duar të forta nga puna e arës, por me zemër më të butë se buka që pjekte çdo mëngjes. Ajo kishte jetuar gjithë jetën në një fshat të vogël, ku njerëzit njiheshin me emër, ku nderi dhe fjala kishin peshë, dhe ku fqinjët ndihmonin njëri tjetrin pa pyetur pse. Burri i saj, Gjoni, kishte ndëruar jetë herët, duke e lënë Mirën vetëm me një djalë të vogël, Ilirin, që atëherë jeta e saj ishte përkushtuar vetëm për të. Nuk kishte ditë që ajo të mos punonte për t'i siguruar djalit gjithçka, që nga rrobat e pastra deri te arsimi që e kishte ndëruar për të. Iliri u rrit dhe u bë një djalë i urtë, punëtor dhe i dashur me nënën. Fshati shpesh e përmendte Mirën me fjalë të mira, duke thënë se ajo grua e rriti djalin me dorë të hekurt, por me zemër të artë. Dhe vërtet, ajo nuk e kursente veten asnjëherë. Kur Iliri u martua me Anën, Mira ishte ndër më të gëzuara. Ajo e priti Nusën në derë me bukë krip, siç është zakoni, dhe i tha me lot gëzimi në sy: "Mirë se erdhe në këtë shtëpi, bi. Këtu nuk do të mungoj asgjë, për sa kohë unë të jem gjallë." Në fillim gjithçka dukej si në përrall. Nusja ishte sjellshme, e buzëqeshur, dhe shpesh e ndihmonte Mirën në punët e shtëpisë. Gjithë fshati i thoshte se Mira kishte fat që mori një nuse si ajo. Vitet kalonin dhe në shtëpinë e vogël nisën të dëgjoheshin zërat e fëmijëve. Një djalë i parë, pastaj një vajzë. Gjyshja ndjente shtëpinë plot jetë, plot dritë. Ajo kujdesej për gjithçka, gatuante, lante, rinte natën zgjuar kur fëmijët ishin të sëmurë. Nusja shpesh shkonte në punë, ndërsa Mira mbante gjithë barën e shtëpisë mbi supe. Dhe ajo nuk u ankua kurrë. Për të, këta fëmijë ishin gjakun i saj, bekimi i Zotit që ia mbushte ditët me qëllim. Iliri punonte në qytet dhe shpesh mungonte për ditë të tëra. Mira ishte ajo që mbante gjithçka në rregull. Kur djali kthehej, ajo i gatuante ushqime që i pëlqenin më shumë, i pastronte rrobat dhe i lutej Zotit që ta ruante në rrugë. Por dalë nga dalë, diçka filloi të ndryshonte. Ana Nusja nisi të ftohej. Fjalët e saj nuk ishin më të ëmbla si më parë. Ajo filloi të ndjente sikur Mira po i merrte vendin, sikur fëmijët ishin më të lidhur me gjyshen se sa me të. Dhe në vend që të ndjente mirënjohje, në zemrën e saj nisi të mbillej një farë xhelozie. Një pasdite, teksa Mira po përgatiste darkën, Ana hyri në kuzhinë me fytyrë të ngrysur. "Nuk ka nevojë t'i lash rrobat e Ilirit," i tha me ton të thatë. "Ai ka duar, le t'i laj vetë." Mira e pa e habitur, por nuk foli. Nuk donte grindje. "Mirë bi," i tha thjesht duke buzëqeshur lehtë. "Vetëm doja t'i ndihmoja pak, se ka punuar gjithë ditën." Por Ana nuk i ktheu asnjë fjalë. Doli nga kuzhina me hapa të rëndë, dhe që atë ditë ftohtësia midis tyre u bë më e dukshme. Kaluan muaj. Mira e ndjente gjithnjë më shumë se nuk ishte më e dëshiruar në atë shtëpi. E megjithatë, nuk e linte veten të dorëzohej. Çdo mëngjes zgjohej herët, i përgatiste fëmijëve mëngjesin, i përcillte në shkollë dhe u lutej që të ishin të mirë të mos harronin rënjet e tyre. Por Ana çdo ditë më tepër e trajtonte si të huaj. Në sy të fëmijëve, ajo mundohej të mos e ofendonte, por në sy të burrit të saj nuk fshihte më pa kënaqësinë. "Ilir," i tha një mbrëmje, "nuk dua të jetoj më me mamin tënde. Dua të kemi shtëpinë tonë. Dua hapësirë për vete, dua të jem zonja e shtëpisë sime." Iliri mbeti i heshtur. Ai e dinte se nëna e tij kishte dhënë gjithçka për të. Kishte punuar ditë e natë që ai të kishte një jetë më të mirë. Por nga ana tjetër, nuk donte të krijonte grindje me gruan. "Mirë, Ana, do mendojmë për këtë," tha me zë të ulët. Por ajo nuk e la me kaq. Ditët kalonin dhe Ana bëhej gjithnjë më këmbëngulse. Mira i ndjente të gjitha. Edhe pse askush nuk i thoshte asgjë në sy, ajo kuptonte nga heshtjet, nga shikimet, nga mënyra se si ndryshonin sjelljet e fëmijëve.
Një natë, ajo ul pranë dritares me shallin e vjetër mbi supe, dhe lotët i rodhën pa e ndalur dot. Zot, pëshpëriti, unë s'dua asgjë. Vetëm ti kem afër, të mos më largojnë si të huaj. Nuk dua të vdes e vetmuar. Por fati kishte vendosur ndryshe. Një mëngjes, ndërsa Mira po pastronte oborrin, Ana doli në derë me ton të ashpër. Mami Mira, tha ajo, mendoj se shkoha të pushoni pak. Ne mund të kujdesemi për gjithçka tani. Ju keni bërë mjaft. Mira e kuptoi menjëherë se çfarë nënkuptonin ato fjalë. Ishte mënyra më e butë për t'i thënë duhet të largohesh. Ajo e uli kokën dhe tha, mirë bi, nëse kështu mendoni, s'kam ç'të them. Pastaj hyri në dhomën e saj të vogël, mori shallin, pak rroba dhe një fotografi të djalit kur ishte i vogël. Askush nuk e ndaloi kur doli nga dera. Fëmijët ishin në shkollë. Ana nuk e ndoqi dhe Iliri ishte në punë. Ajo ecte ngadalë në rrugicën që e kishte parë të rritej. Çdo hap i dhemte, jo nga mosha, por nga zemra që i peshonte më shumë se çdo bar. Në fund të fshatit, ajo ul në një stol të vjetër. Atje ku dikur ulej me Gjonin për të parë perëndimin e diellit. Aty shpërtheu në lot. Aty kuptoi se ndonjëherë dashuria më e madhe nuk shpërblehet me dashuri, por me heshtje, harres dhe largim. Largimi që preku zemra dhe e vërteta që doli vonë. Dita që Mira u largua nga shtëpia mbeti një ditë e zymt. Edhe pse askush nuk foli për të, Ana u përpoq ta paraqiste sikur çdo gjë ishte në rregull, sikur asgjë e pazakont nuk ishte ndodhur. Në mëngjes, kur fëmijët u kthyen nga shkolla, e kërkuan gjyshem menjëherë. Ishte zakon që ajo t'i priste te dera, t'u jepte nga një mollë të kuqe ose një cop bukë të ngrohtë me gjalp. Mami, ku është gjyshja? Pyeti vajza e vogël, Elira, me sytë e mbushur kureshtje. Ana, duke përtypur fjalët, u përgjigj shkurt. U largua pak, do shkojte një afër me për disa ditë. Por ditët u bën javë, javët u bën muaj, dhe gjyshja nuk u kthye më. Në fshat, njerëzit nisën të flisnin. Dikush e kishte parë Mirën tek ecte me një trast në shpinë, duke u drejtuar drejt qytetit. Të tjerë thoshin se po jetonte te një shoqe e vjetër, e vetmuar dhe e sëmur. Iliri, nga ana tjetër, ndjente një zbrazëti që e gëryente çdo ditë. Nuk mund të flinte qetë. Në fillim kishte menduar se ndoshta largimi i nënës do ta qetësonte shtëpinë. Do ta mbante Anën më të lumtur. Por nuk ndodhi ashtu. Në fakt, sa më shumë kalonte koha, aq më shumë ndjente mungesën e saj. Mëngjeset ishin të heshtura, shtëpia nuk kishte më aromën e kafes që përgatiste Mira. As fjalët e saj të ëmbla që gjithmonë e përcillnin me urim. Zoti të bekoft, bir. Një mbrëmje, Iliri u kthye më herët nga puna. E gjeti Anën duke folur me dik në telefon. Zëri i saj ishte i ashpër, plot nervozizëm. Nuk dua të kthehet, tha ajo. Këtu nuk ka më vend për të. Iliri ngriti syt i tronditur. Me kë po flet? Pyeti. Ana u hutua për një moment, pastaj e mbylli telefonin. Me motrën, tha ftoht. E kisha për diçka tjetër. Por Iliri e ndjente që diçka nuk shkonte. E njihte mirë tonin e saj. Atë natë nuk i zuri gjumi. E gjithë jeta ju duk si një gënjeshtër që po i rëndonte mbi shpinë. Të nesërmen, ai mori makinën dhe u nis drejt fshatit ku kishte lindur. Zemra e rrite fort, ndërsa syt i lotonin që pa kaluar urën që të çonte në rrugicën e vjetër ku dikur i priste nëna me buzëqeshje. Kur mbërriti te shtëpia e vjetër e fqinjes së Mirës, zonjës Filomena, ajo e priti me një tronditje të madhe. Ilir bir, nuk më besohet që ke ardhur. I tha ajo duke i kapur duart. E ëma jote ka qenë shumë keq. Ka disa ditë që nuk del nga dhoma. Zemra e saj se përballon më dot këtë dhimbje. Iliri ndjeu një therrje në shpirt. Hyri në dhomën e errët, ku Mira qëndronte ulur pranë dritares, me një shall të vjetër mbi supe. Kur e pa, ajo u ngrit me vështirësi. Lotët i mbushën syt. Ilir bir, a je ti? Ai ju afrua, i ra në gjunjë dhe ja kapi duart që dridheshin. Mami, më fal që s'të mbrojta. Më fal që heshta kur duhej të flisja. Mira qeshi lehtë, me një dhimbje që s'kishte fjalë. Jo, bir, ti s'ke faj. Nënat nuk mbajnë inat për fëmijët e vet. Edhe kur zemra u qahet, ato prap luten për ta. Pse nuk më the asgjë? Pyeti ai me zë të dridhur. Pse u largove pa më përqafuar? Sepse nuk doja të vija me smeje dhe gruas tënde, tha ajo. Ti ke familjen tënde tani. Mua më mjafton të di që jeni mirë. Por Iliri nuk mund ta pranonte këtë. Ai e dinte që ajo ishte përzën, jo larguar me dëshirë.
E mori në përqafim dhe qau si fëmijë, për herë të parë pas shumë vitesh. Mami, kthehu me mua, të lutem. Por Mira vetëm tunte kokën. Jo, birë, shtëpia s'është më e imja. Ajo shtëpi tani ka tjetër ritëm, tjetër frym. Unë jam vetëm një hije që do t'ua prishte qetësinë. Në atë qast, dera u hap dhe u duke Lira, vajza e vogël e Ilirit. Kishte ardhur me babain, pa dijenin e anës. Kur pa gjyshen, vrapoi drejt saj me lot në sy. Gjyshja ime, të kërkova çdo ditë. Ato u përqafuan fort dhe shtëpia e vogël u mbush me një dritë që dukej sikur vinte nga vetë Zoti. Pas asaj dite, Iliri filloi të vinte çdo fundjavë ta vizitonte nënën. I sillte ilaçe, ushqime, por ajo refuzonte të largohej nga shtëpia ku tani jetonte. Ndërkohë në shtëpinë e tij, Ana e ndjente gjithnjë më shumë boshllëkun që kishte lënë gjyshja. Fëmijët shpesh e pyesnin pse nuk e lejonin të kthehej. Një natë, kur vajza qau në gjumë dhe thiri në ëndër gjyshja, Ana u ngritet tronditur. Zemra i rahu fort. Për herë të parë ndjeu pendes. Të nesërmen, ajo mori vendimin që se kishte menduar kur. Shkoi vetë në fshat. Kur pa Mirën, qëndroi në derë pa ditur ç'të thoshte. Zonja Mira filloi me zë të ulët. Kam bërë gabim. Kam qenë pa drejt. Më ka verbuar krenaria dhe xhelozia. Nuk e kuptova sa shumë vleje për ne derisa humbëm gjithçka që kishe ndërtuar me duart e tua. Mira e dëgjoi në heshtje, pastaj u afrua dhe i vendosi dorën mbi shpatull. Bi, unë s'kam mbajtur kurrë inat. Unë vetëm kam dashur që ju të jeni mirë. Lotët i rodhën të dyjave. Në atë moment, Ana e kuptoi se dashuria e një nëne nuk ka kufi, dhe se mosmirnjohja është një barë që të rëndon shpirtin për jetë. Kur u kthyen në shtëpi, fëmijët vrapuan drejt gjyshes dhe e përqafuan. Shtëpia u mbush përsëri me zëra, me aromën e bukës së ngrohtë dhe me qetësinë që mungonte prej kohësh. Por jeta kishte lënë gjurmë. Mira ishte dobësuar shumë. Zemra e saj nuk e përballonte më dot lodhjen e viteve dhe plagët e shpirtit. Një mëngjes, ndërsa dielli po linte, ajo ul në karrigen pranë dritares dhe mbylli syt me një buzëqeshje të lehtë. Në duar mbante fotografinë e djalit të vogël dhe një letër ku kishte shkruar: Mos harroni kurrë se dashuria që jepni nuk humbet. Ajo kthehet, ndoshta vonë, por gjithmonë kthehet. Në atë ditë, edhe pse shtëpia u mbulua nga heshtja, çdo zemër që e kishte njohur Mirën ndjeu një dritë të re. Dritën e faljes, të mirësisë dhe të dashurisë së vërtetë. Kujtimi që nuk shuhet kurrë. Kaluan vite. Fëmijët u rritën dhe shtëpia që dikur kishte qenë plot zëra dhe aromë buke, tani kishte marrë tjetër pamje. Koha kishte ndryshuar gjithçka, por një gjë mbeti e pandryshuar. Kujtimi për gjyshen Mira. Në çdo qoshe të shtëpisë, duke sikur ende jetonte shpirti i saj. Në karrigen pranë dritares, në pecetën e bardhë që ajo qëndiste me dorë, në tenxherën e vjetër prej bakri që se kishin hedhur kurrë, sepse ishte e gjyshes. Elira, vajza e vogël që dikur e kërkonte gjyshen çdo mbrëmje, tashmë ishte bërë një vajzë e rritur, e urtë dhe ndjeshme. Ajo shpesh ulej në vendin ku gjyshja qëndronte, duke hapur albumet e vjetra që Iliri ruante si thesare. Një mbrëmje, ndërsa binte shi dhe jashtë dëgjoheshin bubullima, Elira hapi një nga letrat që gjyshja kishte lënë pas. Ishte shkruar me shkrimin e saj të butë dhe të pastër, dhe në fund të faqes kishte një fjali që i shpoi shpirtin. Nëse një ditë më harroni, mos u ndjeni fajtor. Më mjafton të më kujtoni me mirësi. Lotët i rëshitën faqeve. Ajo e kuptoi se dashuria e vërtet nuk kërkon shpërblim, as falënderim. Ajo jep edhe mbetet si aromë që shuhet kurrë. Nga ajo ditë, Elira vendosi ta nderonte kujtimin e gjyshes në mënyrën më të bukur të mundshme. Duke u bërë si ajo, ajo nisi të kujdesej për të tjerët, për njerëzit që kishin nevojë. Shpesh shkonte në qendrën e të moshuarve të qytetit, ku lexonte libra, sillte ushqim me fjalë të mira. Të gjithë e donin dhe shumë e quanin Mira e re. Kur dikush e pyeste pse e bënte gjithë këtë, ajo buzëqeshte dhe thoshte: sepse dikur një grua më mësoi se dashuria s'ka moshë dhe kujdesi për të tjerët është dhuratë që i bën vetes. Në anën tjetër, Iliri kishte ndryshuar shumë. Ai nuk ishte më njeriu që heshte. Pendesa për mënyrën si ishte sjell ndaj nënës se kishte përvëluar për vite. Ai u bë njeri i urtë që fliste pak, por çdo fjalë e tij kishte peshë. Çdo përvjetor të ndarjes së saj nga jeta, ai shkonte në varrin e Mirës, me një buqet me lule të bardha dhe një letër që e linte aty me dorë të dridhur. Në njërin prej tyre kishte shkruar: Më fal nën që nuk të mbrojta atëherë, por unë s'do ta las kënd të harroj më dashurinë tënde.
Ana nga ana e saj kishte kaluar vite në heshtje e reflektim. Ajo e kuptoi se ajo që e kishte humbur nuk ishte vetëm dashuria e një nëne, por edhe bekimi i një gruaje që kishte qenë shtylla e asaj shtëpie. Në çdo cep ku vinte dora e saj, ndihej boshllëku që kishte lënë mira. Një ditë, ndërsa Elira po përgatiste një shfaqje shkollore me temën dashuria dhe falja, ajo i kërkoi nënës ndihmë për të shkruar një pjesë të tekstit. Dua të tregoj historinë e gjyshes, i tha. Dua që njerëzit të mësojnë se çfarë do të thotë të falësh. Ana mbeti pa fjalë. E dëgjonte vajzën dhe sytë i mbusheshin me lot. Ishte si t'i fliste mira përmes zërit të sëmbesës. Në ditën e shfaqjes, e gjithë shkolla u emocionua. Elira recitoi me zë të qetë, por plot forcë. Gjyshja ime më mësoi se dashuria nuk matet me fjalë, por me vepra. Ajo u përzë nga shtëpia që ndërtoi me duar, por kur nuk e përzuri dashurinë nga zemra e saj. Dhe unë sot jetoj për ta mbajtur gjallë atë dashuri. Publiku u ngrit në këmbë. Ana qau, dhe për herë të parë ndjeu se ndoshta gjyshja i kishte falur që të gjithë, shumë më përpara se sa ata e kishin kuptuar. Vitet vazhduan të rridhnin. Elira u bë mësuese dhe hapi një qendër për fëmijët jetim, të cilën e quajti shtëpia e mirës. Ajo thoshte gjithmonë, këtu askush nuk do të ndjehet i padëshiruar. Asnjë shpirt nuk do të përzihet, sepse dashuria e gjyshes sime më mësoi se çdo zemër ka vend për mëshirë. Dhe kështu, emri i gjyshes u bë simbol dashurie dhe faljeje për gjithë ata që hynin në atë shtëpi. Fotografia e saj qëndronte në mur, me sytë që rrezatonin butësi dhe forcë. Çdo herë që fëmijët hynin, Elira u tregonte historinë e saj, duke përfunduar gjithmonë me të njëjtën fjali. Mos e harroni kurrë nënën që ju rrit, gjyshen që ju përqafon, apo njeriun që ju do pakushte. Sepse kur ajo dashuri largohet, edhe drita e shtëpisë shuhet. Në fund, historia e mirës nuk ishte më një histori dhimbjeje, por një testament dashurie. Një kujtim që mbeti gjallë në breza, si shembull i asaj që nuk shuhet kurrë. Zemra e një nëne që fal edhe kur e lëndojnë. Mësimi që lë pas një nënë e vërtetë. Të dashur miq, historia e gjyshes Mira nuk është vetëm një rrëfim për dhimbjen, por një kujtesë e fortë për dashurinë që s'vdes kurrë. Në çdo familje ka një nënë, një gjyshe, një grua që sakrifikon heshtur, që zgjohet para të gjithëve dhe fle e fundit, që mban mbi supë barën e shtëpisë dhe të gjithë botës, pa u ankuar kurrë. Por shpesh, ajo dashuri merret si e mirëqen, dhe vetëm kur mungon e kuptojmë se sa shumë vlen. Ashtu si Mira që dha gjithçka pa kërkuar asgjë, që u përzë nga shtëpia që vetë ndihmoi ta ndërtonte, por në vend të urrejtjes zgjodhi faljen, sepse dashuria e një nëne është më e fortë se krenaria, më e madhe se padrejtësia dhe më e thellë se çdo fjalë e ashpë. Fëmijët e saj, mbesat, edhe brezat që erdhën më pas, e kuptuan më vonë se ajo nuk ishte ikur kurrë vërtet. Ajo ishte aty në çdo kujtim, në çdo aromë, në çdo gest të mirë që bënte dikush në emër të saj. Dashuria e mirës nuk mbaroi me largimin e saj. Ajo u kthye në mësim, në frymë, në dritë. Dhe sot, kur dëgjon këtë histori, ndoshta të vjen në mend dikush që të ka dashur në heshtje. Një nën, një gjyshe, një grua që s'kërkoi asgjë përveç dashurisë tënde. Mos e lër për nesër atë përqafim, atë falënderim, atë të dua që ndoshta se ke thënë kurrë, sepse ndonjëherë nesër vjen vonë. Në fund, historia e mirës na mëson se shtëpia nuk është vetëm muret ku jetojmë, por zemra që e mbajnë gjallë dashurinë brenda saj. Dhe ajo dashuri, kur është e vërtetë, nuk përzihet kurrë. Ajo qëndron, fal dhe ndriçon, edhe pasi ne të mos jemi më.